Kanët janë Korçar? Drenovar. Drenovar. Nuk ke zbuluar në një shtëpi si të veçantë në Drenov që ti... Jo, gjyshi im kanë pasur shtëpi në Drenov, po pastaj në mbas lufte u bashkua, shkoj në Korçë dhe shtëpinë e shitën. Kjo është gjyshja dhe këtu është Piro me të vllajën. Me vllajën e vogël. Të dy kanë një tis si aktori i famshëm që u aksidentua me vetur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë Vaska quhej, vdiq shumë i ri, 33 vjeç nga zemra. Kishte lindur me një defekt në zemër, por në moshën 33 vjeçare çuan në Itali. Ka qenë albanolog, ka kontribuar në bërjen e fjalorit të gjuhës shqipe dhe atij i bën ndërhyrje në zemër, i vun një valvula me të cilat nuk funksionuan dhe në moshën 33 vjeçare. Po ta shohësh me vëmendje, kanë fizionominë e nënës të tyre. Po. Të duhet të ketë qenë me të dy kromozomet X shumë kokëforta. Po. Çfarë marrëdhënie kanë patur vëllezërit deri në momentin kur i madhi u largua nga jeta? Çfarë marrëdhënie ka patur? Ose më saktë, Vaska ka qenë më i vogli. Çfarë komente ka bërë Piro gjithë jetën për të? Ka qenë kështu si një lloj më shumë sigurisht atë humbjen e fëmijës e vuan mamaja. Natyrisht. Ishte kjo grua që e vuajti më shumë, por e përballoi me shumë elegancë, të themi. Dhe sigurisht djali xhaxhai tim ishte edhe Piro dhe vllai tjetri më i madh i Berti ishin si prindërit e dytë për Ledion, djalin e Vaskës. Pra një unitet familjar dhe unë mbaj mend çdo ditë neve shkonim për vizitë tek gjyshja, një gjysmëmoshën basdite. Për të treguar një lloj mbështetje, një lloj mbështetje, ishte ajo që ne duhet ishim bashkë, të takoheshim për ditë takoheshim, me biçikletë, ma merrtem. Ne shkonim. Kjo ka zgjatur deri në vitet 90, pastaj gjërat filluan të ndryshojnë. Ky duhet të jetë gjyshi. Po, ky është gjyshi, doktori Kristidi, kjo është viti i ri, ku merrim dhe dhuratat. Ndjehej që ky kishte një ajër tjetër, formimi, elegance dhe finese, pra e kishte pikturuar ky atë që ndodhte në atë shtëpi me karakteristikën e vet, me dallueshmërinë e vet? Shiko, të dy kanë jetuar me qera, nuk blen kur shtëpi në Tiranë, sepse ishin të huaj, gjenin veten si tuaj, megjithëse të dy flisnin shqip, gjyshja ime jo aq mirë, po doktori fliste shqipen shumë mirë, biles erdhën në kohën e zogut dhe për të punuar duhet të ndryshonte edhe nënshtetësinë, kështu që u bën nënshtetas shqiptare. Kush është kush poshtë? Poshtë janë dy djemtë e tezës tim, Emili dhe Adri, edhe unë jam në mes. Si që thash, detyruat të ndryshonte nënshtetësinë, sepse ishte nënshtetësi greke. Ti e mban mend atë makinë? Atë ambulancën po e mbaj mend. E mbaj mend sepse ambulanca ishte jetoi edhe ca vite, pastaj fillova t'i çmontoj. Ishte ecte me bateri, ka qenë shkonte në bus tavolinës dhe kthehesh mbrapsh. Ishte një gjë shumë